Ngritja e durve është pjesë e lutjeve, thëndryshe është edukat. Pra, lutja ka edukat, ka disa rregulla, disa prej tyne janë shumë të rëndësishme, të cilat ndikojnë në pranimin apo mos pranimin e duas, por disa tjera vetëm ta ndihmojnë. Për shembull, me qenë me abdest, është më mirë se sa pa abdest. Pjesë e kësajna është me ngrit durt. Pjesë e sajna është me ul kryt poshtë, modesti para të madhit Allah. Pjesë e sajna është më këthy nga kibla. Por nëse lutesh në drejtim jo të kiblës kundërtën, s'ka dert. Por nëse lutesh atë durt poshtë, s'ka dert. Por jem pjesë plotësuese, të cilat e plotësojnë lutjen si lutje. Domethënë, nuk është parçare me që durt, por është pjesë plotësuese e ngritjes së duarve, e pranimit të duas apo lutjes. Ngritja e durve, dhe kjo është konsensus të gjithë ulemat, dhe është me hadith. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith është në Buhari, në Muslim apo vetëm Muslim, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dikush që i ngrit duart lart është qysh me haram, ka marrë haram e qysh me pranë lutja doja. Pra tekstualisht është hadith e i ngrit duart, lutet. Pastaj pejgamberi ka ngrit duart është lut, edhe me fjalë ka thonë, edhe me vepër ka ngrit duart të lut. Por jo çdo herë.